sepse Dritan Goxhaj nuk është koka i protestës, as organizatori i protestës, as përfaqësuesi i protestës, as zëdhënësi i protestës, është një lexues i kërkesave të protestës, të cilës unë me sa i pash ishin të gjitha korrekte, përveç se duhen plotësuar në disa momente, janë pjesë e kërkesave normale që ka dalë, për të cilat ka dalë populli shqiptar në shesh. Pra, Edi Rama është në gjendje paniku, sepse është në rënje e sipër dhe do të bëj gjithçka që mundet për ta ndarë dhe për ta përçarë protestën, madje edhe për ta kalëruar atë, duke imponuar njerëzit e tij. Njerëzit e tij i ka ke mikrofoni i protestës. Ju keni qenë pranë meje në shesh gjatë këtyre ditëve. Ju kam parë që keni mbuluar pothuajse të gjitha netët, ju me kamerën tuaj, dhe më keni parë dhe mua që kam qenë aty. Jemi përshëndetur bashkë. Unë kam qenë në çdo minutë të protestës duke vëzhguar me imtësi milimetrike se çfarë po ndodh. Edi Rama ka infiltruar bashkë me Berishën njerëzit e tyre tek mikrofonat e protestës, por kjo nuk përbënte asnjë problem për mua personalisht, sepse janë thellësisht i vetëdijshëm që ai popull aty në shesh nuk është as i Dritan Goxhajt, as i Arben Kolës, djalit me qeleshe, as i kandidatit Adriatik Lapajt, as i Sorosit, as i partisë Sorosit, as i Osman Stafës, as i gazetarëve të News 24-s. Ai është një shesh i cili i përket News 24-s apo çdo personi tjetër, aq sa i përket edhe VIP magazinës. Aq sa i përket çdo lloj ekrani që ka qenë aty. Ajo protest i dashur nuk i përket askujt. Ajo i përket vetëm popullit shqiptar. Edi Rama përpiqet ta identifikojë me Dritanin apo me çdo kënd tjetër, e bën vetëm për ta vrarë protestën dhe për ta zhdukur dhe për ta eliminuar atë. Pse? Sepse protesta është një kopsht me shumë lule dhe tentativa për ta identifikuar me një lule të vetme është tentativë për të përzënë njerëzit nga kopshti. Kopshti i bukur i protestës që duhet vazhdojë me çdo çmim, me çdo kusht dhe me çdo lloj përpjekje. Dritani është një personazh i njohur për shqiptarët si komentues i gjeopolitikës. Unë jam përballur me Dritanin në studiot e të ndjerit Artur Zhej dhe kemi qenë pothuajse në çdo emision bashk ku përplaseshim fort me idetë tona gjeopolitike. Ka idetë dhe bindjet e tij gjeopolitike, të cilat nuk shkojnë me tonat, por ai është një lexues i kërkesave të një grupi njerëzish të vetë identifikuar si grupi organizator i protestës. Në fakt, çdo kush që ka zbrit në shesh është organizator i protestës. Çdo kush që zbret në shesh prej 24 netësh është antar i grupit organizator të protestës. Çdo kush që nga faqet e tij në rrjetet sociale i bën thirrje njerëzve çdo natë të dalin në shesh, është antar organizator i kësaj proteste. Të gjithë janë aksioner të vegjël. Çdo tentativë për t'i dhënë një dimension organizativ politik është normale, për sa kohë ajo do të tregojë cili është mekanizmi që ka përfunduar në zgjedhjen e këtij grupi. Kush e përzgjedh grupin? Kush e përcakton se cili është politik dhe cili është jo politik? Kush është ai mekanizëm që thotë Kreshnik Osmani nuk duhet flasë dhe Guriani i VIP magazinës duhet flasë? Çfarë të bën ty më pak politik se unë? Përse unë jam politik
dhe ti je jo politik. Përse ne që kemi 15 vite që bëjmë mbetej, duhet të trajtohemi si politik, dhe ti që ke qenë duke bërë para dhe duke bërë pall për 13 apo 15 vjet, ndërkohë që unë kam qenë duke bërë betej, si e krijon ti supermacin tënde ndaj meje, duke mos qenë ti politik dhe duke qenë unë politik. Unë nuk kam qenë duke prostituar, kam qenë duke bërë betej politike kundër kancerit shqiptar, Rama dhe Berisha. Atëherë, këtu ka disa pika të dyshimta, të cilat në qoftë se mund ta dërmojnë, janë këto që dërmojnë protestën më shumë se Edi Rama. Edi Rama është i pafuqishëm dhe nuk ka asnjë kredencial politik për ta ndarë protestën, për ta ndaluar dhe për të etiketuar asnjë person. Qofse Dritan Goxhaj është me Iranin dhe ju keni shërbimet sekrete, pse nuk i nxirrni letrat, zotri? Pse nuk e padisni Dritan Goxhajn për agent të Iranit? Ku i ka letrat Vlora Hyseni, shefja e Shikut, për Dritan Goxhajn? Ku i ka komunikimet me Iranin? Ku i ka parat që ka marrë nga Irani? Ka dalë në televizione dhe ka mbrojt versionin e Iranit. Televizionet janë të Edi Ramës. Përse ju, zotri, pas keni lënë një agent të Iranit të flasë nga mëngjesi deri në darkë tek televizionet tuaja për narrativën pro-Iran dhe kundër Amerikës? Atëherë, ose ju jeni bashkëpunëtor dhe po kërkoni të vrisni një protest, ose je duke folur tym në hava, në qoftë se ke prova për lidhje me Iranin, kape qohen spak. Në qoftë se ke lidhje që ka lidhje me Gardën e Revolucionit, çoja Shikut, çoja antiterrorit, Ministrisë Brendshme, kush merret me hetime, ky zotria është agent. Ti themi edhe ne që Dritan, pse ti po punon për Iranin? Kështu akuzat tym nuk funksionojnë, sepse Edi Rama e din shumë mirë që ne kemi informacione si ai ka kërkuar ndihmë nga Irani dhe nga lojtarët e Iranit në lindjen e mesme, veçanërisht në Beirut dhe në Liban. Edi Rama ka trokitur tek dyert e Iranit dhe të Hezbollahve për të shpëtuar shqiptarët për të nxjerrë nga kampi Al-Hol kur ishin në Siri. Edi Rama duhet t'i lërë këto filma se ne njohim me rrej dhe me dhëmball se kush është dhe çfarë synon. Prandaj kërkoj ndjes që u zgjata kaq shumë, po pyetja jote ishte e madhe. Duhet të tregoj si lidhet Goxhaj me Iranin përveç narrativës dhe mbrojtjes së versionit iranian në mediat e tua, në televizionet e tua, nga mëngjesi deri në darkë. Si lidhen këto dy bashkë? Edi Rama kërkon që të shes në Izrael dhe në Washington një kartë tashmë të kalbur dhe të vjetruar që ai po lufton me iranianët, po lufton dhe me talibanët. Pra e ka problemin edhe me sunitët edhe me shiitët, nuk e ka problemin vetëm me sunitët. Kur shkoj në Estoni para 2 muajsh, tha unë jam kryeministri i talibanëve të Europës. Këtu e kishte për sunit, se talibanët janë sunit. Tani po shpik armik shiit, që është iranian, e ka me Bektashit dhe me aleancën ortodokse shiite, ruso-iraniane, këtu. Po në fakt Rama është vetë pjesë e saj. Prandaj duhet ta sqaroj mirë ca gjëra dhe të mos bëj humor, sepse ne nuk jemi amator, ne jemi profesionistë.